Uaj më herët, menoj që një pikave më kritike të raportit tonë me Perëndimin ka qenë pikrisht ky moment. Shumë njerëz nuk e kanë vërejt, po unë menoj që ka qenë momenti në cilin na e kemi cenu kontratën tonë me Perëndimin. Pra ajo kontratë nuk është e lehtë. Pavarësia e Kosovës nuk ka ardhur bedava. Kompromis. Ka ardhur si kompromis dhe si garancë edhe nga elita politike e atëhershme që Republika e Kosovës ndërtohet duke i garantuar disa të drejta komunitetit sërb. Dhe nuk kemi të drejtë që interpretimin tash ta përvjedhim për pengjere dhe thojmë kadar se që të bashkë të përshkruj ka qërtu. Fryma, jo. Fryma është që ata kanë një korpus drejtash, si që është përfaqësimi në kryesit kuvendit, dhe atë frymë ti nuk mund ja përvjedh, tash me thonë, ja valla se unë s'po du shumica, s'po do me zvotu. Mundet shumica me zvotu. Pra, zonja Kusari dhe 57 deputet të VV-s nuk mund t'i detyroj kërkush me votu asni deputet të listës sërbëse. Pa, ajo ka konsekvenca, nëse nuk bëhet shumica, shpërbëhet kuvendi. Kaq, kjo republik, kështu e ndërtume i ka këto rrethana. Këto janë kushtet e kohabitimit të ekzistencës tonë, të cilat janë kontraktu jo me Serbin, po janë kontraktu me SBA-t, Britanin, Gjermanin, krejt spektrin perëndimor. Dhe ne nuk mundëm me një sabah mu qu edhe me thonë pritë se s'po na konvenoj kanë. Muj me thonë ato. Dhe nashta duhet me thonë. Po kjo nuk është rruga e sfidimit. Jo, kjo nuk është mënyra se si bëhet kjo. Ajo mënyrë ka një rrugë tjetër, është një negociat tjetër, një proces politik krejt tjetër shumë ma serios, se sa me thonë KQZ unë se certifikoj listën sërbska. Po. Këto e në loja e Adeci. Jadeci shkon vetë në shqiptar. Si të del jashtë kufive të shqiptarve, Jadeci s'funksionon. Se ha shumë gjakre. Nuk ta lejojnë. Pra, çka do të me kuptuna është që sfida e marginalizimit gradual të listës sërbska nuk kryhet duke i shkel obligimet tona kontraktuale ndaj komunitetit sërb. Nuk gëzoj me bu këta. Pra, na duhet me luftu listën sërbska si fenomen negativ në shoqëni që është instrumentalizimi i politikës së Serbisë në Kosovë, por nuk guxojmë këto ta bëjmë duke ja cenu të drejtat komunitetit. Duhet ta bëjmë të kundërtën. Pra na fitojmë argument dhe kapacitet negociator me Perëndimin vetëm atëherë kur i respektojmë në tërësi kontratën tonë me ta. Në këtë rast është edhe veni nuk rretohet. Kjo çka ka ndodhur vitin e kaluar? Bashkëpunim. Se besom që kur kohabitim është me bashkëtu, me i pas që aty është pjesë e shoqëria duhet me kuptu që një komunitet sërb jeton në Kosovë dhe ata i gëzojnë disa të drejta për cilat jemi pajtu në vitin 2007-2008, domethënë që ata t'i gëzojnë. Jemi pajtu në raport me SBA-t në rand të parë Perëndimin si tërësi. Dhe për ndryshu atë marrëdhënie, nuk ndryshohet përmes kapigjikut, përmes fintave të vogla. Do të më ndryshu përmes një procesi të dialogut me ta, ose përmes nashta dhe s'ka nevoj fare me ndryshu. Do thotë, çka duhet bëhet, është që lufta ndaj listës sërbska, lufta, po pozicioni jonë legjitim, që lista sërbska është ty duke e shantazhu Republikën e Kosovës, ty bodëm procesit, nuk guxon të reflektohet duke thonë ne tash na pja marrim këto drejtat. Ja. Të drejtën e shumicës së serbëve për të pas një përfaqësues në kryesit kuvendit, nuk guxojmë me luhat.